Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës si organizat media vijon punën e vëzhguesit pranë qendrës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për votuesit nga jashtë. UGSHPD-ja ngren shqetësimin e numrit të punojësve të sigurisë në qendrën e votuesve nga jashtë të KQ, që pritet të ruajë brenda saj mbi 240.000 vota të emigrantëve. Sigurisë e persona fizik në këtë qendër është mjaft i ulët, pavarësisht 6 telekamerave të montuara në ambientet e brendshme. UGSHP ngren shqetësimin se kjo qendër ka 2 hyrje-dalje që mundësojnë hyrjen e pakontrolluar të personave pavarësisht telekamerave të pozicionuara në ambientet e brendshme. UGSHP ka konstatuar se në hyrjen e pasme, ku nuk janë pozicionuar telekamera sigurie për ditë me radhë, janë shkarkuar thasët me zarfa të dorëzuara nga KQZ-ja. E vetëm në datën 9 maj 2025, kjo hyrje është mbyllur me një panel kompensate lehtësisht i lëvizshëm. UGSHPD konstaton se ambienti i KQZ-s për votuesit nga jashtë monitorohet nga 6 telekamera sigurie 24 orë në 24 orë të dokumentueshme në kanalin YouTube Live të KQZ-s. UGSHPD ngren shqetësimin e kontrollit të monitorimit non-stop dhe të telekamerave të sigurisë në 6 kanalet live të KQZ-s. Çfarë ndodh nëse një nga këto telekamera ka defekt? Kush kontrollon nëse një nga këto telekamera për shkak të një problemi teknik të brendshëm o të jashtëm mbetet statik e pa u përditësuar? A disponojmë subjektet zgjedhore, raporte ditore të video monitorimit të këtyre telekamerave? Gjatë këtyre ditëve, sa defekte kanë pasur telekamerat e sigurisë? Kush është kompania përgjegjëse për mbarvajtjen teknike të tyre?